Ka se çfarë ndodh kolesterolit, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni vezë çdo ditë. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës dhe konsiderohen një ushqim i thjeshtë që nuk të lënë kurrë në balë. Përmbushin gjithashtu edhe shijen tuaj. Në vitet 70 vlerat e vezës u përbaltën pas pretendimeve se ato rrisnin nivelin e kolesterolit në gjakk. Por studime shkencore të mëvonshme rikthyen vlerësimet e vezëve dhe sugjeruan se ato janë shumë të mira për zemrën dhe ofrojnë një sër përfitimesh për të. Studime të ndryshme nga Universiteti Connecticut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën në dy konkluzione. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. I pari ishte se vezët ndër të tjera përmirësojnë nivelin e kolesterolit të mirë dhe përbërjen e kolesterolit të keq. Studimi i dytë sugjeroi se konsumi i të paktën 3 vezëve në ditë për 30 ditë me radhë do të zbadhonte grimcat e kolesterolit, por nuk ndryshonte asgjë në ekuilibrat e kolesterolit të mirë dhe gjithashtu kolesterolit të keq. Një gjë e tillë do të nënkuptonte se nuk janë faktor rreziku për sëmundjet kardiovaskulare, gjithashtu edhe ato koronare. Vezët kanë ndikim pozitiv edhe në shëndetin tuaj kardiovaskular. Studime të tjera kanë arritur të zbulojnë edhe lidhjen e përfitimeve të vezëve në shëndetin tuaj të përgjithshëm, për shkak të ndikimeve të tyre pozitive në mbrojtjen e organizmit tuaj, citon Eltisaj. Gjithashtu në vitin 2013, 8 studime të ndryshme të publikuar në revistën mjekësore BMJ, të cilave u referohemi, konfirmuan se ngrënia e një veze në ditë nuk shkakton asnjë sëmundje në zemër dhe as ishemi. Studimi u bazua në analiza shëndetësore të gjysmë milioni njerëzve të përfshirë në studim në harkun kohor të 22 viteve. Në vitet 2016, 7 studime të tjera zbuluan se konsumi më shumë se 7 vezë të zjera në javë ulë rrezikun e ishemisë me të paktën 12%. Por si ndikojnë vezët tek shëndeti diabetikëve? Shumë studime sugjerojnë se diabetikët duhet të tregojnë kujdes me sasinë e konsumit të kolesterolit dietik, por edhe me konsumin e vezëve. Por dy studime shkencore arritën në konkluzione të njëjta. Vezët janë të sigurta për diabetikët, madje nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak ose të triglicerideve nëse konsumohen në formën e tyre të zjerë dhe nëse nuk teprohet me konsumin e tyre. Vezët mund të krijojnë probleme nëse i shtoni gjithashtu yndyrna nga më të ndryshmet. Sipas ekspertëve, problemi me vezët qëndron te përdorimi i yndyrnave të gatimit. Nëse vezët skuqen me shumë gjallë po së shoqërohen gjithashtu me mishra të përpunuar siç janë salçiçet ose sallamrat, atëherë do të arrisin kolesterolin e keq në trup dhe rrisin edhe gjithashtu rrezikun e sëmundjeve në zemër. Sipas të dhënave, mesatarisht vezët kanë 1,5 gram yndyrë të ngopur, 72 kalori dhe 70 mg sodium. Një pastë me vezë sallat djath ka 12 gram yndyrë të ngopur, 450 kalori dhe gjithashtu edhe 1200 mg sodium. Gjithashtu, studimet klinike nga ana tjetër kanë treguar edhe zbulimin ndikimit afatgjatë të vezës në shëndetin tuaj të përgjithshëm, citojnë ekspertët. Shkencëtarët tregojnë se përdorimi i vezëve të zjera është një mundësi e shkëlqyer që mund t'i ofroni trupit në betejën kundër komplikacioneve. Nëse doni të merrni përfitimet e saj në mbrojtjen e organizmit, atëherë sigurohuni të shtoni vezën e zjerë në dietën tuaj. Konsumi i vezëve të zjera është një nga alternativat më të çmuara në mbrojtjen e organizmit. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet në këtë formë? Veza përmban 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt në gatim, që përdoret edhe mund të rrisin gjithashtu edhe ndikimin e kolesterolit, yndyrnat e tjera që mund t'i gatuani vezët. Por ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e vezëve të zjera në dietën tuaj si një alternativë mjaft e çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Konsumi i vezëve të zjera do të ofrojë yndyrna më të mira. Vezët e zjera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve me sëmundjet e zemrës. Këto yndyra të shëndetshme
për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak, e përrjedhojë edhe nivelin e sheqerit në gjak. Vezët do të ofrojnë proteina cilësore mjaft të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi jonë ka nevojë për proteina në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Edhe shëndeti juaj i syve do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve të zjera. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza e zjerë është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës dhe mbron membranat dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose dhe verbëria. Nëse doni kocka më të forta, atëherë këshillohet të konsumoni edhe vezët e zjera. Vezët e zjera janë një alternativë shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të nyjeve dhe përfshirja e tyre brenda ushqimeve të përgjithshme do t'japë edhe një reduktim të humbjes së masës kockore. Vezët e zjera janë një nga alternativat më të mira të cilat do t'i ofrojë shëndetit tuaj një zgjidhje afatgjatë kundër humbjes së mineraleve të nyjeve. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni strukturën e kockave dhe të mbani larg gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Sigurohuni që vezët e zjera të jenë pjesë të dietave tuaja, pasi ato janë shumë të pasura me vitaminën D, vitaminë kjo e cila është mjaft e rëndësishme për kockat, gjithashtu edhe për dhëmbët më të fortë. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon gjithashtu edhe nivelin e kalciumit në trup, duke u bërë që të keni një forcë të çmuar të shëndetit të nyjeve. Vezët e zjera mund t'i kombinoni me produkte të ndryshme ushqyese, por më e këshillueshme është t'i shoqëroni me sallata ose me produkte të tjera mjaft të vlefshme. Kështu do të keni një përmbajtje të lartë ushqyesish për organizmin, gjithashtu edhe në benefitet kundër komplikacioneve të tyre. Vezët e zjera padyshim janë një nga format më të mira që ekspertët këshillojnë për konsumin e shëndetit të përgjithshëm. Vezët e zjera ofrojnë proteinë cilësore dhe sipas Healthy Site, ato konsiderohen si një nga produktet më të mira në përmbajtjen e proteinave të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të shtoni vezët në dietën tuaj, këshillohuni që të merrni gjithmonë edhe vezët e zjera. Vetëm kështu do të keni një përqindje më të lartë të elementeve ushqyes në mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni të konsumoni vezët e zjera në mënyrë të rregullt, pasi ato do të ofrojnë një përfitim më të mirë të vitaminës D në mbrojtjen e shëndetit tuaj kundër këtyre komplikacioneve. Të verdhat e vezës janë një nga burimet ushqyese më të mira të mineraleve të vitaminës D, edhe është gati 1/4 e të gjithë të rriturve të cilët vuajnë nga një mungesë e lehtë ose e moderuar e kësaj vitamine. Ndaj konsumi i vezëve në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar në mbrojtjen e organizmit kundër këtyre komplikacioneve. Vezët e zjera mund të mbështesin gjithashtu edhe shëndetin tuaj mendor, citon Healthy Site. Një dietë e ekuilibruar mund të shkojë më shumë drejt mbështetjes së reduktimit të stresit edhe praktikave më të mira të shëndetit tuaj mendor, duke reduktuar ndikimet e simptomave dhe optimizimin e performancës më të madhe. Dhe kur bëhet fjala për përfitimet e forta të vezës, kombinimi i vitaminës B2 dhe B12, kolinës dhe ekurit dhe tripofanit janë të mira për shëndetin mendor dhe gjithashtu do të reduktojnë edhe humbjen e komplikacioneve të shëndetit tuaj. Vezët e zjera janë mjaft të mira, gjithashtu ato mund të ofrojnë edhe proteinë cilësore. Ndaj konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar në ndërtimin e masës tuaj kockore. 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë janë më së të këshillueshme sipas ekspertëve për të ndikuar pozitivisht në rritjen e përfitimeve të trupit, gjithashtu edhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Ndaj, mos nguroni që të konsumoni vezët e zjera në mënyrë të rregullt për dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.